Sa jemi në Shqipëri, protesta organizuar nga Partia Demokratike mbrëmjen e së martës në Tiranë përfundoi në përplasje të forta, të cilat quan më pas në arrestimin e 21 personave. Mes tyre, sipas burimeve pranë policisë, 7 ose 8 janë të mitur nën moshën 18 vjeç. Pjesa më e madhe të ndaluarve rezultojnë persona të përsëritës të arrestuar më parë për dhunë në tubimet e Partisë Demokratike. Gjatë protestës janë hedhur flakadan, shishe molotov, fishek zjarre dhe gur në drejtim të forcave të policisë, si dhe ndaj godinës së kryeministrisë të kuvendit. Si pasojë e përplasjeve, mbi 30 persona u shoqëruan në komisariat për verifikime. Ndërkaq u lënduan më se 16 polic, 2 efektiv policie mësohet se kanë pësuar djegje të rënda gjatë ndërhyrjes për shpërndarjen e turmës. Njëri prej tyre ndodhet në gjendje më serioze dhe rrezikon të nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale. Policia ka nisur hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. E Burgu i pret edhe